6 banesa dhe 4 biznese në afërsitë të stadiumit Lori Buriqi kanë marrë paralajmërimin për shpërndësim. Kjo ka nxjerrë në protestë banorët të cilët janë të vendosur të mbrojnë pronat e tyre. Ata akuzuan qeverinë e cila kërkon që pronat e tyre t'i kthejnë në qendër tregtare ashtu sikurse tregun. Neshet janë të zhvilluar, problem për nesh nuk kanë parking i mjaftueshëm për këtë stadium është. Edhe nuk e kuptojmë punën e tyre pse sa lanë atë në shtëpiat tona janë pronë tonë me dokumenta me tana të rregullta. Për ne kam frikë se kjo puna është e qëllimshme se dikush ka mundësi që do me përvetësu për veti këtë trolli këtu, edhe nuk e di arsyen, paktën shteti me na lajmëru që ju me dalë për këtu se do na me avën filanit. E thirrje që mundësisht me na lënë rahat, e mos mu përzi mo, parkingu është i mjaftueshëm që neshja i tash nuk kanë kena 10 makinat parku me një këtu. Tifozat ta gjenë mënyrën se ku mi lënë makinat. Problemim kena pas që në kanë ardhe, kanë marrë dokumentat, i kanë fotokopiu, në kanë thënë do t'i shpërndësojmë, në këtej në nuk do në shpërndësim. Stadiumi i Shkodrës i përmend tana parametrat e UEFA-s. Përderisa UEFA ka miratu, edhe neshjet që u lujten dhanën sheta vetat që nuk ishte probleme për prishje shtëpish me baj parking. Biznesa janë një 3 biznesa, 4, edhe 6 banesa. Për ne, bashkia ka dhënë fjalën e vetë dhe ka kry punë. U lut me Spajën, u lut Kroacia me Kosovën. Gjitha neshe shkunën krejt mirë edhe krejt pastër. Kurse për sa i përket parkingu që kërkon zotnia, kërkon që se ta parafolë, se ta pretendon vetëm e marrë. Përkohësisht që nesër mas nesrit me një VKM tjetër t'ja lajë trullin dikuj tjetër që qohet një 15 kaç qito. Dy pretendime ka, lidhje ka, për deri sa ka lanë tregun Vllaznia, tregun për ndërtim sheshi Vllaznia, çan logjika, o do të përdori për parking në varësi të qendrës tregtare që të ndërtohet ose për me ballë qendrën tregtare tjetër këtu. Përderisa shteti shqiptar nuk pranon që të ecë mbas ligjeve dhe rregullave, atëherë edhe ne do dalim jashtë rregullave. Banorët i kanë bërë thirrje kryeministrit që të anullojë këtë vendim pasi nuk do të lejojnë prishjen e tyre. Prishja e këtyre ndërtesave është kërkuar disa herë nga kryeministri, ku sipas tij është një kërkesë e UEFA-s për plotësimin e kushteve të parkingut.